Sot fermerët e Jugut po përdorin mënyra alternative për sa i përket të vaditjes së kulturave bujqësore. Një ndër këto masa është edhe shtrirja e linjave të ujit për vaditje me pika, një metodë moderne që ndihmon në kursimin e ujit dhe të punës fizike. Clinton Beqari, një nga kultivuesit më të mëdhenj të zonës së Dropullit, shprehet se gjatë kësaj periudhe është angazhuar intensivisht për të siguruar vaditjen. Tani siç po e shihni edhe vetë, ne jemi në një fazë që si vjetë kemi hasur problem me punëtorët, nuk ka më punëtor, dhe jemi në një sistem tjetër vaditës, jemi në sistem me pika. Do të trasësh nevojës. S'ka punëtor, në moment që s'ka punëtor, në qoftë se do të punosh, do investosh. Dhe kjo është investimi dur, se s'ke punëtor. Kjo është ideja. Ne si vjetë kemi diku te 150 hektarë të mbjedha, misër, gjysmën e kemi me pika, gjysmën e kemi me punëtor. Si vjetë është një vit shumë i vështirë, se dhe kushtet atmosferike nuk na ka favorizuar, shirat nuk po bien, ka ndryshuar edhe klima dhe je detyruar që të vesh drejt kësaj. Dhe viti si vjetë nuk është shumë i favorshëm, nuk është vit bujqësor e quajmë ne fermerët. Sipas Beqarit, kjo metodë ka një kosto të konsiderueshme, por në kushtet aktuale, ajo shihet si një domosdoshmëri. Ne si vjetë kemi në plan të bëjmë diku te 50 hektarë. Me pika, normale që ka, se janë puset, janë linjet e kurrentit, janë gjitha. Viti i parë është shumë i kushtueshëm. Pastaj vitet e tjera më pak shpenzime se i ke linjet gati. Clinton Beqari këto vit ka kultivuar 150 hektarë me misër. Në gjysmën e kësaj sipërfaqe ka aplikuar sistemin e vaditjes me pika, ndërsa për pjesën tjetër do të angazhohen punëtor sezonal.